ku ka qenë. Lapi faktikisht e ndroi pozitën për një vend dhe tash është në pozitën e 9, ju ka nevojit fitoria, por kjo ndeshje përfundoi me barazim, edhe pse edhe njëna edhe pola tjetër patën disa raste mirë, po e gjithë loja ka shku në atë formë që me e prit kundërshtarin me gabu, ajo me kriju diçka që ti me qenë ai i cili ki me qenë ekipi i cili ka me njek rezultatin. Kështu që këto janë disa elemente të cilat janë vrejt në fillim. Duhet me thonë që Lapi pat disa raste, por në fillim të lojës, mandej Prishtina e mur deri diku lojën, mirë po pa diçka shumë të rrezikshme, dhe në përfundim 0-0, pra po thëmë ma shumë i ka konvenu Prishtina, sepse sot kundërshtarët apo kandidat që i ka për pozitën e tretë kanë dështu. Edhe si po e sheti Prishtinën e Alban Dragushës, për dallim nga trajnera Fotolani. Tre trenera u ndrun me anë stinore, Albani është që java e tretë, po më duket. Desha e tretë. Edhe nuk mundet me u prit ku me ditë çka, sepse themi të vërtetën, edhe Afrimi kur ka ardhe ka gjithë këtë ekip të ndërtuar prej arsimit, apo? Edhe ka qenë ekipi cili është ndërtuar në fillim, te Afrimi kanë ardhe 2-3 lojtarë të tjerë, mirë po, ajo që kom thonë unë në fillim, hajlop e kom pak jartë, a ka ndru diçka në filozofinë e Prishtinës. Une që ato e kom halot pak jartë, edhe kom cek disa are, e kom cek edhe marët kur ka qenë pronari klubit Rahman Haredini, se duhet me post kjartë nisan. Qka ka ndru nëse ka ndru? Sepse arsimi edhe Visari e din shumë mirë që në Prishtinë gjithmonë ka ekzistu filozofia a del me lujt me pioner, a me junior ti ki me luftu për titull dhe për kup. Tasha ka ndryshu diçka në kohë të fundit, sepse po e shohim që është ta në kohë në një farë hulaje, poshtë e nalë. Apo dënë me prodhu lojtar 3, apo dënë me lojtar 3 me bo, apo dënë me njek titullin, sepse nëse dënë me lojtar 3 me njek edhe me promovu lojtar, edhe me njek titullin, pak ekipe në botë ka që mujnë me botë. Jo, për që po dojnë lojtar 3, po shijet informacion, po shijet numri i madhi i futbolistëve 3 që... Shumë mirë, a e kënë digju dikën të klubit, edhe ma herët tash që ka dollë me thonë me ambicje, jemi për titull, jemi për kup, apo ka dollë kanë thonë, jemi për me promovu lojtar dhe me i shit në klube tjera. Këto se kemi ndigju për i kërkujtu nësaj. Jo, s'ka pas deklarime tila. A është qashtu, deklarim zyrtar s'ka pas. Mirë po, bazë të rezultateve, po e shohim që diçka nuk është qysh duhet. Për atë arsye thash, pak klube në botë, ka të cilat mujnë edhe me për 3 ekipin, edhe me lujt me lojtar 3, edhe me njek titull. Po këtu, diçka nuk është si duhet. E para, e dyta, shumë digjoj që jo vetëm Prishtinë, po edhe në klube tjera, nuk po jepet rast i lojtarëve 3 kështu e ashtu anej kënej. Shkoni në klube pytni, pse vinë lojtarët prej jashtit? Shkoni pytni. Ata duhen me u dhona deklarat informat pse janë në këtë formë. Sepse për çudi kom pa edhe në ligë të tretë, ligën e dytë faktikisht, po futbollist me ngjyrë. Po futbollist me ngjyrë. Tuaj, po themi. Tuaj, po shumica janë me ngjyrë. Nga vendet afrikane kryesisht. Ka shumë. Mos e bëni atë pyetje në opinion. Bënë në klub atje. S'ka futbolist? Urna? S'ka futbolist të ria, cila është arsye së përshqipë? Jo, po me pyet pse futbolist të ri të prodhimit këtuit nuk mujnë me lujt. Futbolist të vendor. Pa normal, ato duhet me pyet. Edhe mendoj që edhe ajo është një çelës për me pas se në cilin drejtim po shkojnë klubet, sepse po shihet te Prishtina që prej fillimit ka pas oscilime edhe ka pas ne themi kushtimisht jo një qetësi mrena klubit që duhet me qenë për me arrit rezultatet kulminante. Po, e kuptoj.